Një nga format e dënimit alternativ është ai përmes shërbimit të provës apo shërbimit komunitar. Që nga viti 2009 e deri më sot në 2026 Dega e Tiranës ka administruar të paktën 29.500 dosje të dënuarish. Takimet fillojnë nga një herë në javë, nga specialistit me personin mbikëqyrje, me kalimin e kohës ose për arsye shëndetësore ose për arsye ekonomike, për arsye punësimi, me një kërkesë gjithmonë pranë specialistit që ka këtë dosje, ndryshohet takimi duke kaluar një periudhë kohe 2-3 muaj. Pas 2-3 muajsh bëhet dhe një ndryshim. Por cilat vepra penale mund të dënohen me shërbim prove sipas ligjit? Drejtim automjeti në mënyrë të paregullt, prodhim shitje narkotikëve, vjedhje energjie që janë në vitin 2026 janë dhe më pak, ka disa të mitur, të rritur që kanë dhënuar familjarët. Në asnjë rast, gjykata nuk cakton llojin e ushtrimit të punës në interes publik, thot drejtuesi i shërbimit të provës në Tiranë, Eriant Kulluri. Është shërbimi i provës në bashkëpunim me njësinë administrative që vendosin për punën komunitare që një i dënuar do të kryej gjithmonë në funksion të nevojës që ka njësia. Në bibliotekën pranë njësive, ndërmarrjet pastrim gjelbërimit, ndriçimin e rrugëve me sistemimin, për shembull në festat e 28-29 nëntorit, ndihmojnë punuesit e bashkisë duke afishuar ose duke ngjitur një flamur ose këtë reklam. Por si monitorohet respektimi i kushteve të dënuarve me shërbim prove? Një task force mbi këta specialistë që kanë dosjen të personit në mbikëqyrje, kontrollohen në një mënyrë të befasishme duke i shkuar pranë njësisë administrative që a janë këta punonjës të drejtorisë të Tiranës duke kontrolluar këtë person, po e kryen punën apo jo. Ky grup përbëhet nga 4-5 specialistë të tjerë, po të kësaj drejtorie. Por cili është fati i një të dënuari me shërbim prove që nuk e përmbush urdhrin e gjykatës? Kemi pas shumë raste që nuk e ka kryer si punën në interes publik në 63, si dhe detyrimi paraqitje që është në 59, kur ne hartojmë një raport mos përmbushje, ja dërgojmë prokurisë Tiranës dhe ajo paraqet kërkesën pranë gjykatës të Tiranës dhe revokohet dënimi nga shërbim prove i rikthehet me burg. Ndër problematikat e institucionit theksohet mungesa e ambienteve të përshtatshme për intervista konfidenciale, veçanërisht me të mitur dhe po ashtu edhe numri i lartë i dosjeve.